kryetaria të biblioteke që ka bërë, dhe diktatori e Veroqa, sa, kur prishit në ato shtëpit, ja u mori, pa drejtësisht njerëzve, tha lereni të shikoj, tha, morave, tha, kurse ky krye Kalbësir, për makutërin e ti, 2 milion euro, e bokosi të gjithë pamjen e Korçës. Ky është Niko Beleshi, ky është Sotira Shpilua, kjo është bashkia e Korçës. Prandaj ju them korçarve, mos keni frikë, dilni për ditë, ja t'ju jape i si arish tjetër. Unë jam shtetas Amerikan, gjyshi tim queshe Koliraza me 90 në Amerikë, me shoqërit patriotike. Vatra, liria, po ku la ky Vatra e liria, ky Kalbësir, a i pat patriotët tarë si i futi atje, më falë për shprehen, në le atje, ku për mire e tërkor që a i vuri atje, a i pat abësen ku e mori atje, i nderuari, i ndjeri kliti Kalamata, abësen e ka berë, as një fjallë nuk flitet, ky është morali këtyre, këta e po e shpopullojnë Korçën, ne e duam krishtërimin, e duam ortodoksin, e muslimanizmin, por ky bandit që quhet jo Edvin Kristaç Rama, Niko Beleshi, po të pres këtu publikisht, kush e vodhi muzeun Vangjur Shpia, përgjigjo Kalbësir, ti e vodhe, sepse mbas 3 muajve pikturat e Vangjur Shpios, që shërbimi informativ shtetëror, Kalbësir, në duart e Asfalisë greke, Somjadi, prefekti Greqisë, jepte intervistë me pikturat e Vangjur Shpios brapa Kurizit. Ashtu si jepte intervistë krimineli Koço Kokëdhima, politikani kriminel Koço Kokëdhima, si se quajti Donald Lu, në hotelin më të madh në Tiranë, Koço Kokëdhima i kishte ikonatime mbrapa Kurizit. E kam revoltën, prandaj kam dhe atë përkufizimin e fjalëve. Po i them prokurorit të përgjithshëm të Shqipërisë, o Kalbësir e Spakut, se kam patur besim në ju. Kini 3 emisione investigative, nga Stopi, nga të tjerë, që Koço Kokëdhima me Edi Ramën, me Mireja Kumbaron, me Sajmir Tahirin, kanë vjedhur dhe me Artalamen të ndjerin, pa nuk është i ndjerë, sa ju ka 2000 vepra arti të pa justifikuara në qendrën e inventarizimit pasurive kulturore. Këta janë ajdut të Shqipërisë, të kulturës shqiptare. Nuk ishte koleksionist i Gjergjitimo, që merte trasë në krah, bliste ikonat në jugun e Shqipërisë, kur u shkatrua Shqipëria dhe i shpinte, i identifikonte në Muzeu i Artit Mesjetar, në Tiranë, në Vojkov Zequa, e të tjerë. Prandaj po i them prokurorit të përgjithshëm, kryetarit të Spakut, hap hetim për operacionin kriminal ikona, sepse janë vjedhur 673 ikona të kulturës shqiptare, dhe një prokuror i krimit, si Ervin Karaxha, i biri një krimineli në kohën e diktaturës, të një prokurorit të Tiranës, Petrit Fusha, janë, thonjza, këta më ka futur mua në burg. Petrit Fusha që shkatroj teatrin kombëtar, me Ligji Fusha, dhe me një prokuror të përgjithshëm, Adriatik Lalla, që është i aratistur në arati. Këta mua më dënuan edhe më vodhen. Prokurori përgjithshëm i Shqipërisë hap hetim për operacionin kriminal ikona dhe kthei Korçës 673 ikona, dhe të pandehur kryesor duhet të marrësh Petrit Fushën, prokuror, dhe Ervin Karaxhën, që nuk po let televizion, të Kalbësirës Edi Rama, pa u ricikluar. Korçarë, ne çdo ditë duhet vim këtu, se ne jemi forca, ne jemi Korça këtu. Para 10 ditëve fola këtu, dhe thash, pse nuk reagon Korça. Mbas 5 minutave, këtu ishte një koncert, e di çfarë tha njeri që organizonte, tha, Gjergjitimo të dëgjuam, dhe
thëritën në korë. Rama ik, Rama jep doreshen. Jo ajdut, ai nuk është ajdut, ai është bandit që ka vjedhur shtetin me identitet tjetër. Rov të Korça, rov të shqiptarizmi, dhe ju them korçarve, dilni këtu, vrisni frikën, mos merreni me këtë polici krimi, me këtë shik krimi, me këtë prokurori krimi që ju ka futur gjysmët e djemve tuaj në burg për 1 gram ashash, kurse këta për 1 ton ashash, për qindra, miliona euro nuk ja u di dhe rinë atje me brekët e ajolës, apo jo? Erjo Veliat, ja kjo është Korça. Jo dua shumë korçarë, dilni për ditë këtu, protestoni e mos keni frikë nga këta civil plera.